Shëndetje të gjithëve. U bëhet disa ta ditë kemi humbur numrin tani. Se sa bën që protestohet në të shesh. Dhe kjo është pjesa jonë e realitetit shqiptar. Ja që në këtë vend ka akoma gjak që zien në përvena. Nuk është falur gjaku i të parve dhe nuk ka humbur digniteti i njerëzve. U bën disa ditë se pyetet përse protestojmë. Protestojmë për arrogancën e këtij shteti. Protestojmë se jemi ndjerë të pambrojtur nga mburoja shtetërore dhe jemi lënë jetime flakun në mes të rrugës. Se protestojmë për të gjitha ato makabritete që arrin të shohim në ditët e spitalit, ku fëmijët e larguar amanetin e fundit që marrin nga prindit janë të mos varrosen pa i parë ata për herë të fundit. Kjo është një tragjedi që vazhdon prej shekuj e duhet i japi fund. Shumë kush nga ne mendonte se të tilla lloj situatash do venitesh, se e donim Shqipërinë si gjithë Evropa. Jo, ne duam Shqipërinë. Europa do të na pres, po qem të Zot për veten nuk ka derë që të na mbyllet. Kryeministri këto ditët e fundit ka gjetur kohë të merret me 100.000 hallet e shtetit, të merret edhe me memet edhe me influencer. Pse të ndikojnë kaq shumë këto? Vallë, kaq tepër e ke kohën sa të merresh me to? Në vend që ti vësh gishtin kokës, e ti kthesh Zotit edhe miletit, duhet kesh edhe një gjë parasysh. Shqiptarët nuk e kanë humbur dignitetin. Është kjo rini që ti e përdore për të ardhur në pushtet. Është kjo rini që përmbysi të gjitha regjimet, që fryn lumejt e tum malet. Ti mandjen e Tirana, ti mandjen çdo pushtetar që do të vijë. Ne kërkojmë shtet e jo pushtet. Shteti duhet të karakterizohet nga mirëqenia e njerëzve të tij. E nuk po flas për të gjitha ato makabritetet tjera, po përmend vetëm një. Këtij vendi me nepotizmin i keni kallur datën, i keni hapur gropun e varrezave të mëdha që mezi po mbyllet. Keni mendjen se mes këtyre njerëzve ka të arrijë e ka njerëz mendje dritur të cilët do t'i dalin ballë kësaj. Forca dhe energjia e këtyre të rinjve do duhet orientuar dhe udhëzuar nga mendjen driturit e Shqipërisë që kur nuk i kanë munduar. Këtu ka intelektual që nuk ja kanë falur shpirtin shejtanit. E do Zoti që ti je shejtan, po ti nuk i kupton do të gjitha këto. Se historia ka treguar se edhe një nën krajnore, kur i shanin të pirin për vendimet që merrte, u përgjigj bijtë e nënës, ka rikja po që e mirë ta vinin kokë. E kjo është situata që ti ke krijuar. Lëre dhe ti nga këllën.